Tunxha tjetër, uroj të jeni mirë. Mirëmbrëma dashur miq, mirë se u gjeni një bisedë tjetër shumë të rëndësishme sonte me mikun tim, kolonel doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vijuar ciklin e bisedave dhe të emisioneve që jemi duke bërë këtu për të trajtuar disa çështje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe delikate, të cilat nuk do t'i gjeni për hir të vërtetës në këtë mënyrë të trajtuar kaq hollësisht dhe imësisht me detaje ushtarake dhe luftarake të tilla, nuk do t'i gjeni në asnjë dritare tjetër mediatike në trojët shqiptare dhe jo vetëm. Atëherë, do të fillojmë të merremi me një analizë shumë të rëndësishme, e cila ka të bëjë me situatën e zhvillimeve luftarake, ushtarake në rast të përshkallëzimeve në përbot. Ju e dini që bota tashmë është e gjitha një fshat i vogël. Jemi të gjithë në një fshat të vogël dhe të gjithë ndikohemi prej të gjithëve. Kemi ndjekur bashkarisht dhe me kolonelin mikun ton dhe të emisionit, kemi ndjekur se çfarë po ndodh me Gazën dhe me marrëveshjen atje dhe çfarë do të ndodh në raport me konfliktin më të madh në rajon, që është përplasja e mundshme hipotetike ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Kishim një raund të parë 13-24 qershor, në të cilën patëm atë që u quajt operacioni Rising Lion. U përdorën F-16, F-15, F-35, KC-707, KC-46, A-46, A Pegasus, e kështu me radhë. Koloneli është ustaji atyre punëve. Kemi zhvillime të mëdha atje, kemi dhe zhvillime të mëdha. Armatosjen e Vučićit këtu, armatosjen e Kosovës me dronët, por ne do ta lëmë çështjen e Kosovës dhe si do të përgatitemi ne shqiptarët bashkë me Kosovën për një përballje të mundshme me serbët në Ballkan, detaje të cilat nuk i kemi parë në asnjë vend. Sigurisht ne do themi ai sa mund të thuhet, por këtë po na dha Zoti shëndet dhe jetë, do ta bëjmë në fillim të javës së ardhshme strategjia ushtarake e shqiptarëve. E kuptoni që në të gjithë botën jemi duke shkuar drejt një konflikti. Donald Trump është shumë interesuar për një çmim Nobel paqe, të cilin me sa duket nuk po ja del ta marr apo nuk e mori. Si do të reagojë Trump, kjo është histori tjetër, por lindja e mesme po vlon të shumt janë analistët, ekspertët ndërkombëtar, të cilët ashtu sikurse kolonel Demira dhe unë bashkë me ta u treguam skeptik për marrëveshjen e paqes në Gaza. Erdogan, me njëherë pas kësaj marrëveshje, ka shpejtuar të marrë një delegacion të Hamasit ta marrë në Ankara. Me sa duket po bën atje bisedimet e fundit dhe për t'i dhënë dorën e fundit të kësaj suvaje, të kësaj marrëveshje të madhe. Por, në rast se dështon kjo marrëveshje, në rast se shkojmë drejt një dështimi të kësaj marrëveshje, që sipas gjasave ka shumë mundësi të ndodhë, dhe Trump nuk ja del ta ngri konfliktin e lindjes mesme. Kjo do thot automatikisht që ne do të shkojmë drejt një konflikti të padiskutueshëm, round 2, një përballje ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Për të mos u zgjatur, cila do të jetë i gjithë kjo luftë, si do të jetë filmi i ri i përblasjes së raundit të dytë, kemi personin e duhur, i cili ka një sasi të frikshme veprash, që ka analizuar në detajet më të imta sistemet ushtarake, sistemet godice, sistemet raketore dhe të gjithë hipotezat e luftës nga një njeri i ushtrisë, njeri i inteligjencës, njeri i sigurisë, ish ministër i brendshëm, për gjithë ju nuk e mbani mend, kolonel Demira, mirë se erdhe, i mirëpritur si gjithmonë në këtë dritare mediatike këtu tek unë Kreshnik Osmani. Të falenderoj edhe një herë në emrin tim dhe në emër të gjithë teleshikuesve që janë të shumë për hir të vërtetës, për kohën tuaj të çmuar dhe këtë kontribut që po e jepni bashkarisht me ne, kaq sa kemi ne mundësi, kaq sa mund t'i ofrojmë ne popullit ton dhe kombit ton në këto kohra të turbullta dhe në këto kohra të mbushura me mjegull. Mirë se erdhe kolonel, do të shkojmë drejt një raundi të dytë apo jo dhe cilët janë skenarët, pastaj hym dal nga dal në detaj. Përshëndetje, shkënaqësi. Pa diskutim që të gjitha analizat dhe të gjitha ngjarjet, të gjitha analizat, duke marrë në konsiderat edhe rifreskimin e sistemeve të mbrojtjes kundërore të Izraelit, duke marrë parasysh edhe dërgimin e një sasie të madhe
të përforcimeve, pra të avionëve që furnizojnë ajër, të rimbushjes së sistemeve THAAD, në shtesë të baterisë THAAD, një bateri tjetër shtesë e dislokuar në Izrael, pavarësisht faktit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vetëm 7 në dispozicion, dhe dislokimi një pjesë të madhe të forcave në një drejtim dhe largimi i 2 bazave ushtarake amerikane, pra largimi i personelit nga Iraku, të gjitha janë indikacione të cilat në shtesë të objektivit të strategjik të Benjamin Netanyahu dhe të kabinetit tij që në mënyrë të vazhdueshme kanë kërkuar përfshirjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose kanë kërkuar të krijojnë kushtet për përfshirjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke diskutuar tashmë që po shkon programi i raketave balistike 8.000 kilometra, plus 3 do shkatërrohet Chicago, do shkatërrohet New Yorku, Washingtoni, gjë të cilën unë absolutisht nuk e besoj, pasi është diçka që nuk besoj se ka njeri që e beson që mund të jetë vërtet, po gjithsesi unë besoj që po, Kreshnik, po shkojmë drejt një raundi dytë, i cili do të ekzekutohet në momentin më të vlefshëm për interes, pra në interes të Izraelit. Raundi i dytë, kolonel, do të shkojmë sepse është nevojë e Izraelit, apo sepse do të dështoj marrëveshja për Gazën? Gjeni një pikë lidhje ndërmjet të dyjave, apo beson ti fuqimisht që Izraeli, sido që të shkojë situata, do të shkojë në një raund të dytë për plasje me Iran? Absolutisht është kjo e dyta, që është në objektivin e Benjamin Netanyahut për të krijuar kushtet, tashmë ai të gjithë këto kryetarët, sekretarët e departamenteve kryesore amerikane i kanë në mbështetje, i duhet vetëm thjesht një miratim i presidentit Trump, i cili në bazë të kalkulimeve e kupton që duhet jetë shumë i kujdesshëm në një përplasje të plot, të shumë dimensionale me Iranin. Kolonel, a mendoni se është e lidhur me mënyrën si do të shkojë marrëveshja e Gazës, në qoftë se kemi një përshkallëzim në Gaza, automatikisht do të kemi një përshkallëzim edhe me Iranin. Në qoftë se kemi një stagnacion në Gaza dhe shkojmë në një marrëveshje të mjegullt në Gaza, me këto ndërhyrjet e Katarit, të Arabisë Saudite, të Turqisë, fuqimisht Erdogan po luan një rol të madh, Egjipti e kështu me radhë. A mendon se do të shkojmë në një round të dytë me Iranin për plasje, edhe në qoftë se krijojmë një stagnacion në Gaza? Po, pa diskutim që po. Por ama, sulmi, siç e thash edhe pak më parë, po edhe dje, do të realizohet vetëm në momentit kur leadershipi i Izraelit do të sigurohet që do të nxjerrë jashtë luftimi, pra do të asgjësoj spari objektivi numër 1, Ayatollah Ali Khamenei. Pra, nuk bëhet sulmi në qoftë se nuk është bërë për pikëmërisht llogaria që sulmi i dytë ka në target Ayatollah Ali Khamenei. Kjo është analiza ime. Analizë, sigurisht ne po bëjmë analizë. Pra, duke qenë që ju thoni jemi përballë një skenari të pamundshëm, atëherë ne duhet hyjmë menjëherë në detaje dhe në të thella, të marrim vesh, dhe ju jeni personi i dur që mund ta bëj këtë më mirë se çdo kush tjetër. Të marrim, të analizojmë luftën e 12 ditëve, kolonel, nuk është bërë në asnjë ekran shqiptarës. Detajet si ka ndodhur kjo luftë dhe mbi bazën e këtij konflikti, të kuptojmë ç'ndodhi në luftën e 12 ditëve, a ja doli Izraeli ta godas fort Iranin, sa e goditi, sa e dëmtoi, ku e dëmtoi, dhe anasjelltas a mundi Irani që ta godas Izraelin, sa ja doli ta bëj këtë, sepse këto të dhëna dhe këta analizë, që nuk është bërë kërkund, na bën të kuptojmë si mundet hipotetikisht shkoj raundi i dytë dhe përrjedhoj edhe si të themi gjithçka rrjedh prej kësaj lufte të dytë në ekuilibrat e ri global dhe në ekuilibrat e ri të riformatimit të hartës së paqes dhe të luftës nëpër botë pas kësaj. Fillimisht, kolonel, si e goditi Izraeli Iranin në 12 ditët,
çfarë arriti, cilat ishin objektivat dhe sa i arriti ato. Pastaj vim tek Iran. Tërë objektivat kryesore të Izraelit, unë gjykoj që ishin spari ndryshimi i regjimit, nëpërmjet së dyti azgjësimit të linjës komplet komandim kontrollit të shtabit përgjithshëm, Katab Al-Anbiya që është shtabi i përgjithshëm me 4 komandat kryesore, azgjësimi i komandantit të Gardës Revolucionare me 5 komandat e tij kryesore, azgjësimi i komandantit të raketës për atë komandës hapësinore, Haxhi Ali Hajizadeh, që një pjesë e madhe e këtyre rreth 30 persona u azgjësuan në një operacion tepër të suksesshëm. Dhe së treti ishte azgjësimi i pikave kryesore të lëshimit të raketave balistike, i qendrave operacionale ose i komplekseve industriale të lëshimit këtyre dhe i bazave në të cilat këto ruhen. Pa diskutim që në gjykimin tim të treja këto objektiva, pavarësisht se objektivi i parë nuk u realizua, objektivi i dytë pjesërisht u realizua, sepse u azgjësuan mbi 30 komandant, të cilët në mënyrë të menjëhershme me urdhrin e Ayatollah Khameneit u zëvendësuan brenda ditës dhe zëvendësit e tyre vazhduan detyrat, duke emëruar edhe zëvendësat e zëvendësve në 3 nivele të tjera nëse do të azgjësoheshin, ndërsa për sa i përket azgjësimit që deklaroi kryeministri Netanyahu, kemi shkatruar plotësisht programin bërthamor, kemi shkatruar plotësisht aftësinë e Iranit për të goditur me raketa balistike dhe bazat kryesore, komplekset industriale dhe bazat nga cilat shon, këta e pam për gjatë 12 ditëve që jo vetëm që nuk ishin azgjësuar, por intensiteti dhe sulmi dhe cilësia dhe dëmet në drejtim të sulmeve çdo ditë sa më shumë që kalonte drejt ditës së 3, 4 deri në ditën e 12 dëmet në territorin e Izraelit, siç do t'i analizojmë në mënyrë modeste sot, ishin të konsiderueshme. Pa diskutim që Irani, si pasojë e përfshirjes të një operacioni shumë të suksesshëm, të paimagjinueshëm, rreth 200 avion F-35, F-15, F-16 u përdorën në këtë operacion, një operacion kompleks për shkak të rreziqeve, kërcënimeve, për shkak të largësisë, për shkak të volumit të madh dhe për shkak të numrit shumë kompleks të objektivave, targetëve që i kishin. Por kjo u realizuar në një mënyrë shumë spektakolare nga ana e Izraelit, për shkak se kishte vite që investoheshin në stërvitjen dhe në krijimin e grupeve të sulmit brenda territorit të Iranit, me shtetas iranian, por dhe me shtetas nga pjesa e militantëve të Sistan Baluchistanit, të cilën u përdoren me shumë sukses në mënyrë të veçantë një natë përpara dhe gjatë natës sulmit dhe të nesërme. Të gjitha këto, goditja e vrasja e drejtuesve kryesor të ushtrisë dhe Gardës Revolucionare, sulmet ajrore drejt këtyre objektivave të raketave, azgjësimi i shtabit përgjithshëm, shkatrimi i shtabit përgjithshëm, Ministrisë Mbrojtjes, goditjes së mbledhjes ku zhvillua Këshilli i Sigurisë Kombëtare ditën e dytë, rasti ju kujtohet, gjë për cilën e ka deklaruar presidenti Masud Pezeshkian, i cili dështoi në fakt, goditja e drejtorisë qendrore të inteligjencës së Gardës Revolucionare dhe të shtabit të saj dhe të njësive kryesore të saj, pa diskutim që rezultuan në një goditje të rëndë për sa i përket Iranit. Por ajo që kemi parë nga ana tjetër është se përgjigjja e Iranit dukej që ishte e pa llogaritur në Izrael. A shkuar ke përgjigja e Iranit, kolonel, do të vim aty. Sa mundi goditja e zinxhirit kontrollit, pra të komandim kontrollit forcave të armatosura të Iranit dhe të Gardës Revolucionare, sa mundën ta godasin Iranin kjo goditje dhe a dështoi apo kishte sukses Mossadi në ditën e parë dhe në ditën e dytë sulm? Pa diskutim që në ditën e parë dhe në ditën e dytë kishte sukses sepse ishte parimi i shpejtësisë dhe i befasisë. A efektiv ishte pra Mossadi?
Po, sepse deri në këtë moment të gjithë këto rrjetet për sa kohë që ishin të pakapura, qoftë nga Garda Revolucionare, qoftë nga policia, qoftë nga Ministria e Inteligjencës dhe Sigurisë, do të thotë vazhdonin vepronin lirshëm. Ajo që ne kemi bërë një analizë javën e kaluar është se sa shumë janë dëmtuar këto rrjete, pra nuk do të ketë këtë liri veprimi Izraeli më as në ajër, as në tokë, po as në vendet përreth. Nuk do të besojnë se do ta lejojë më as Arabia Saudite, as Gjordania, as në mënyrë të veçantë Azerbajxhani për të përdorë hapësirën e tyre ajrore. Pavarësisht justifikimeve të ndryshme, pasi nga njëra anë sistemet e vëzhgimit dhe të përgjimit hapësinor janë në dispozicion tashmë nga Federata Ruse dhe nga Kina, janë të modernizuara dhe të përmirësuara, dhe nga ana tjetër edhe Irani i ka rrit masat në drejtim të monitorimit të hapësirës ajrore, përforcimit sistemet mbrojtjes kundërore, updatimit, përditësimit tyre dhe integrimit të tyre me komandat e njësive tjera. Qartë. Tani të kuptojmë nga ana tjetër pjesën tjetër të monedhës. Sa i doli Iranit të dëmtoj Izraelin, u bë një gurgule madhe në gjithë pjesën e shtypit botëror. Një pjesë tanë ishte teatr, një pjesë tanë ishte skeç, një pjesë ishin tifozët e rrjeteve sociale, një pjesë tanë bëri namin, një pjesë tanë ishin fishek zjarre për të tregu botës që ka luftë. Kolonel, çoj fishek zjarre Irani apo raketa balestike që dëmtuan në rënd Izraelin, a u dëmtu Izraeli nga kjo luftë, apo kishim të bëjmë me fishek zjarre në ajër të cilat u bën për të quar në shtëpi një fitore imagjinare ndaj Izraelit. Pa diskutim Ka Irani fuqi të godas dhe sa është fuqia e saj, dhe në 12 ditën e parë, në këtë round 1, sa u godit Izraeli dhe cilat ishin arsyet e këtyre humbjeve nëse kishte humbje. Pa diskutim, përdorimi i rreth 574 raketave balistike, të gjitha të ndryshme nga njëra tjetra, janë përdorur rreth 7-8 sisteme kryesore raketa. Fata 1, Fata 2, Segjil 2, Segjil 3, Koramshar 3, Koramshar 4, Kaibar Shekan, Haq Kasem, Abu Mahdi, Desful, Emat, Gadr, Shahab 3, pra një kompleks i madh raketash balistike me 2 faza, me 3 faza, hipersonike, një pjesë e tyre, me mbushje të ndryshme, me misione të ndryshme goditje, të cilat për hir të vërtetës, siç e tregoi edhe konflikti, dhe kjo ka qenë një objekt i jashtëzakonshëm studimi në mënyrë të veçantë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Federata Ruse dhe Bashkimi Evropian, Franca, Britania, Gjermania, Italia dhe Gjermania, të cilat po përgatiten për një përballje me Federatën Ruse, e cila ka të paktën 5 ose 6 herë fuqi më të madhe në drejtim të sasisë dhe të cilësisë përdorimit të këtyre raketave balistike. Por, për sa i përket mbrojtjes kundërore, asnjë vend aktualisht sot në botë, në raport me popullsinë, sipërfaqen dhe numrin e sistemeve të mbrojtjes kundërore, nuk ka sistem më të modernizuar, më cilësor dhe më të integruar se Izraeli, i cili për hir të vërtetës mbështetet një pjesë e madhe të cilave dhe paguhet drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pavarësisht këtij fakti, përsëri Izraeli u godit fort. Dhe në këtë këndvështrim 7 janë drejtimet kryesore. Nga Izraeli mori goditje të forta nga kjo luftë 12 ditore. Ka marrë një goditje shumë të fortë, aq të fortë sa pavarësisht kreditit që gjithë bota jep shërbimeve inteligjente izraelite. Të hym pak konkret, kolonel, çfarë konkretisht? Ja, e mbarova. Ajo çfarë kemi parë nga pamjet dhe nga deklaratat e Ben-Gvirit, nga qytetarët, nga reagimi, nga tmerrimi që morën qytetarët, ishte që ne nuk e dinim, e tha live në televizione, ne nuk kishim aftësi dhe informacione që raketat balistike iraniane ishin kaq të fuqishme, kaq moderne dhe kaq shkatrimtare, të afta për të shmangë të gjitha sistemeve, qofshin këto amerikane dhe izraelite, më të sofistikuara të botë. Dhe konkretisht, 7 janë pikat kryesore. Ajo që
pam në ditët e para ishte spari goditja e bazës e bazës ushtarake Tel Nof, e cila është baza kryesore e Izraelit, e cila është përgjegjëse për ekzekutimin e misioneve strategjike, në të cilat ndodhen avionët F-15I, të cilët kanë si mision goditjen me armët nukleare në rast të një konflikti kur rrezikohet ndjeshëm po themi integriteti territorial i Izraelit. Dhe pikërisht aftësia për të penetruar dhe për të goditur drejt për drejt bazën Tel Nof tregon kapacitete të qëndësishme. Sulmi i dytë në bazën ajrore Nevatim, në cilën operojnë avionët e F-35I, të cilët janë avion të padukshëm, që janë shtylla kurrizore e forcës ajrore izraelite, dhe shtabi i qendror i komandës forcave ajrore tregon që nuk kanë siguri pavarësisht integrimit të forcave të disa strukturave amerikane dhe izraelite të baterive kundërore në këtë bazë. Përsëri, edhe kjo bazë u dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme, pavarësisht këtyre investimeve, kësaj shtrese shumë të madhe të mbrojtjes kundërore. Baza e tretë ajrore, e cila u godit ndjeshëm, në të cilën nuk është raportuar, por është vrarë një sasi e caktuar edhe e personelit ajror, është baza Ovda, në të cilën trajnohen dhe stërviten pilotët elit forcave të armatosura, forcave ajrore izraelite, e cila është baza në cilën përgatiten brezat e pilotëve. Dhe pikërisht goditja e kësaj baze ka një rëndësi të madhe, sepse godet vazhdimsinë e cilësisë dhe cilësisë që ka forca ajrore dhe avantazheve që ka forca ajrore izraelite, duke dëmtuar rënd këto. Një nga pikat kryesore, pika e katërt, ishte goditja e shtabit Mossadit, e Ministrisë Mbrojtjes, e Amalit, inteligjencës ushtarake, e njësisë 8200, e cila është përgjegjëse për operacionet Sigint, Elint, Imint dhe operacionet e inteligjencës dhe njësitë e mbështetjes logjistike, të cilat mundsojnë ekzekutimin e këtyre operacioneve në gjithë terrenin, në gjithë territorin e lidhjes mesme. Gjithashtu, një pikë shumë e rëndësishme katër ishte goditja e industrisë, kryesisht e qendrave të prodhimit të çipave, mikroçipave, pra shkatrimi i ekonomisë dhe i teknologjisë ushtarake, në cilën bazohet teknologjia e lartë. Goditja e Rafalit, e kompanisë kryesore izraelite, e cila është në Haifa, e cila është përgjegjëse për prodhimin e raketave tok-ajër. Një goditje shumë e madhe, shumë e rëndësishme, ishte goditja e kompanisë Bazan në Haifa, e cila shkaktoi një dëm hidhëstar, $250 milion, por që dëmi erdhi duke u shtuar në një vlerë për rreth $33 milion, kompania e cila është përgjegjëse në 50-60% furnizimit jo vetëm qytetarëve, por edhe me naftë të forcave ajrore izraelite, goditja së cilës dëmton drejt për drejti aftësinë operacionale të forcave ajrore, e cila ishte edhe baza e këtij sulmi. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme ishte edhe goditja e Institutit Kryesor të Kërkimeve Shkencore, siç është Instituti Weizmann, një sulm i cili ka shkaktuar një dëm minimalisht $500 milion, për cilën një pjesë e madhe e profesorëve të këtij institucioni deklaron që do duhet 2 deri 3 vite për të ringrit kapacitetet që kishim, ndërkohë që një pjesë e madhe e këtyre studimeve shkencore është zhduk. Pa pikërisht, këto janë 7 pikat kryesore të cilat mund t'i analizojmë si mësime të nxjerra, të cilat tregojnë që sistemet raketore, dronët dhe metoda, strategjia, taktika përdorimit tyre iraniane nuk janë as pak për tu nënvlerësuar, por Izraeli duhet spari të rianalizoj këto mësime të nxjerra, të rifurnizoj këto sisteme dhe të kuptoj se cilat janë pikat e dobta, në mënyrë që gjatë një operacioni True Promise 4 Irani të mos arrijë që të shkaktoj dëme të tilla. Bukur. Kolonel,
Ju fat që ka mundur Irani dhe ka fuqi të godas madje edhe të dhëmb brenda Izraelit. Atëherë, cila është arsyeja që mund të themi, a mund të flasim këtu për dështim të kupolës hekurt, mund të themi për dështim të Iron Drone, apo David Sling, apo Arrow 2-3, apo të gjitha sistemet e tjera të mbrojtjes së Izraelit, shteti i paprekur, kupola e hekurt, nuk hy as miza as milingona. Cila ka qenë faktori ushtarak dhe luftarak, cila teknologji e iranianëve mundet ta shmang këtë tërsi bashkë me thadët. Madje shkuam deri në situatën kur ju e dini mirë, Izraeli filloi nisi thirrjen dhe klifmën e tij të madhe për amerikanët mas 12 ditëve luftë. Kemi nevojë për ndihmën tuaj. Amerikanët shkuan tek princi i kurorës bin Selmani, i tham, thadin që kemi sjellë për të mbrojtur Aramco në Arabi Saudite na duhet për ta kthyer në Izrael, sepse ka nevojë Izraeli për thadin, dhe princi Muhammad bin Selman refuzoi ta bëj këtë dhe ta kthej këtë. Parë nga këto kushte kemi dy pyetje këtu që na imponojnë vetën. Një, si ja dolën teknologjia ushtarake e Iranit dhe raketat balistike apo sistemet të goditës ajrore të Iranit të tejkalojnë gjithë këto sisteme mbrojtëse, dhe dyta, si do të mundet, cilat janë kalkulimet e mundshme të Izraelit për të shkuar në një round 2 në këto kushte të reja pra. Pa diskutim, në ditën e parë, dytë të tretë, të 5 sistemet e integruara kanë pas një nivel shkatrimi, asgjësimi 98%. Pastaj gjatë 5 ditëve, pra ditën e tretë deri në ditën e 7-8, niveli asgjësimit tyre ka rënë në 12%, pra sasia goditjes të raketave iraniane ka qenë rreth 12%, ndërsa në 3 ditët e fundit ka qenë deri në 26%. Dhe një pjesë e madhe e këtyre sulmeve, të cilat unë sapo përmenda, janë realizuar në mënyrë të veçantë gjatë 5-6 ditëve të fundit. Arsyeja e pamundësisë të suksesit 100% është për shkak të taktikës, strategjisë, intensitetit, llojshmërisë dhe mbushjeve të ndryshme të cilët u përdoren gjatë këtij sistemi. Fillimisht mund të analizojmë që një nga studimet kryesore të Iranit ka qenë goditjet e vazhdueshme gjatë 15 muajve të para, të cilat i kemi parë në pjesën e territorit verior të Izraelit si pasojë e sulmeve të Hezbollahut kundra Izraelit, ku një pjesë e konsiderueshme e mjeteve e baterive kundërore e kishin të pamundur për të asgjësuar sasinë e predhave, raketave, për shkak se intensiteti i tyre ishte shumë i lartë. Është e pamundur që në rast të një sulmi me valë të vazhdueshme, që sistemet Iron Dome, Arrow 2-3, David Sling dhe Thadi, dhe në mënyrë të veçantë sistemet Thad dhe Patriot, të cilët le të sjellim në vëmendjen e teleshikuesve, vetëm në sulmin kundër bazës kompanisë Bazan janë aktivizuar 7 bateri. Janë përdor rreth 27-30 raketa Thad, të cilat kushtojnë 13 deri në 15 milion dollar secila. Është e pamundur që të përdoret sistemi Thad për shkak se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk prodhojnë më shumë se 100 raketa dhe kanë vetëm 7 bateri në dispozicion sot, 2 nga të cilat janë aktualisht në Izrael, një është në Guam, një është në Korenë e Jugut, një është në Arabinë Saudite që sapo e kanë bler direkt mas përfundimit është aktivizuar, dhe një tjetër është në Emiratet e Bashkuara Arabe. Është e pamundur si pasojë intensitetit kaq të lartë nga një anë. Nga ana tjetër, dërgimi 300-400 dronëve nga 200 copë ditën e parë dhe dytë u bë me idenë e provokimit të përdorimit të këtyre sistemeve. Nëpërmjet dërgimit të raketave të vjetra, të lira dhe dronëve të lirë në mënyrë intensive drejt Izraelit, Irani nuk bëri asgjë tjetër vetëm identifikoi ku ndodhen këto bateri. Dhe nëpërmjet dërgimit të valve të dyta, të treta, të katërtve, bëri të mundur që nga njëra anë të orientojë këto sisteme, nga ana dytë të identifikojë vendodhjen e tyre dhe nga ana tretë
të përdori raketa më të avancuara, siç është Kaibar Shekani, Fatar 2, apo Koramshari, apo raketa tjera të cilat patën mundësi për të godit. Pra kemi një strategji që tashmë Irani i ka përdorur këto raketa në mënyrë mjeshtërore. Dhe pastaj në vartësi të omisionit dhe objektivave i filloi të ndryshoj përdorimin e këtyre raketave. Dhe konkretisht kemi Koramshar 4, e cila ka një rreze më shumë më të madhe se sa 2500 km, ose Sejin 3-shin, që ka deri në 4000 km rreze, të cilat kanë aftësi për të shpërndarë disa koka dhe t'i shmangën gjithë sistemeve, duke bërë të mundur që nga njëra anë e shpërqendrojnë këtë sistem, e qorentojnë këtë sistem të mbrojtjes kundërore, dhe nga ana tjetër e bëjnë të pamundur asgjësimin e tyre, sepse një predh nxjerr disa predha nga koka. Pra është e pamundur. Kolonel, të falenderoj detajet të jashtëzakonshme, sigurisht miq, nuk do t'i gjeni në asnjë vend tjetër, të gjithë të interesuarit dhe nëse do t'i quajmë thonjza qeflit e këtyre historive që nuk janë pak, duhet të shohin me kujdes. Shikoni sa të komplikuara janë këto punë. Kolonel, në 26 korrikun e 2025-s, pra The Wall Street Journal tregon se amerikanët nuk janë në gjendje të shkojnë më tutje dhe nuk janë të përgatitura për të gjitha sistemet raketore që i duhen për të shkuar në mbështetje të Izraelit. Në këto kushte, sipas këtyre prognozave, si do të veprojë Amerika në momentin që Benjamin Netanyahu mund të tentojë të hyjë në një raund të dytë me Iranin? Mendoni që do ta koordinojnë apo do të shkojë vetë Izraeli me kokën e Netanyahus, apo mund të kenë plane të tjera rezervë të cilat ne nuk i dimë dot? Unë mendoj që i referohem mediave amerikane, të cilat thonë me datë, me tekst, nuk janë gati të përgatitura, thot, për një konflikt ku raketat balistike përdoren me intensitet lartë. Aktualisht thot që kanë vetëm 7 njësi të raketave thatë që ju i përmendët. Si shkon skenari në këtë rast? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një fuqi të paimagjinueshme. Problemi është që intensiteti i luftimeve në Ukrainë, përdorimi i raketave Iskander-M, një pjesë e madhe të cilave, ose Kinjali, Zirkoni, një pjesë e madhe të cilave kanë asgjësuar me saktësi të lartë një pjesë të madhe të batarive kundërore Patriot në Ukrainë, e kanë nullur cilësinë dhe sasinë e asgjësimit të mbrojtjes kundërore për Ukrainën, pra nga gjithë sistemet që ka pas Bashkimi Evropian, plus Shtetet e Bashkuara të Amerikës, intensiteti i goditjeve ruse është më i lartë. Për shembull, po jap dy numra, dy shifra. Nevojat e Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht për të mbushur gjithë nevojat, sipas gazetave dhe mediave më precizioze në Amerikë, janë për rreth 14.000 raketa PAC-3, që janë raketat më të avancuara të sistemit Patriot. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës prodhojnë 700 në vit. Pra nevojat janë shumë herë më të mëdha se sa mundësia për t'i prodhuar. Nga ana tjetër, të gjitha luftanijet amerikane, të cilat u përfshin në konflikt, qoftë ato që ishin të dislokuara në detin Mesdhe, qoftë ato të cilat ishin dislokuara në detin e Kuq, përdorën rreth 80 raketa SM-3, rreth 80 copë, të gjitha që kishin në bord, kostoja e secilës ishte 8 deri në 25 milion dollar. Dhe të mos harrojmë që çdo ditë Izraeli me paratë amerikane kryesisht ka shpenzuar 200 milion dollar vetëm për mbrojtjen kundërore. Pra, nga njëra anë është pamundësia për t'i furnizuar në asnjë intensiteti të raketave balistike, dhe së dyti është pamundësia për t'i prodhuar, për t'i zëvendësuar. Dhe ju jeni shumë i saktë në këtë analizë që thoni, sepse këto konflikte kërkojnë mbushjen, siç e themi ne në gjuhën zhargonin popullor, mbushjen e depove përpara se të nisemi në një konflikt. Dhe imagjinoni një konflikt kundër Kinës, e cila ka vetëm 25 vite nga njëra anë,
studion gjithë konfliktet, nga ana tjetër blen të gjithë teknologjinë, nga ana tjetër vazhdon prodhimin e armëve që quhen armë mace, duke përforcuar atë që quhet kill chain, duke zgjeruar kill chain, duke e shtuar arsenalin për një konflikt mundshëm, dhe nga ana tjetër shtimin në mënyrë të frikshme të prodhimit të këtyre mjeteve, ndërkohë që perëndimi, edhe pse gjithë perëndimi bashk është bërë bashk për ta mbështetur Ukrainën, përsëri e kanë parë, praktika ka treguar që është e pamundur për ta mbështetur Ukrainën me nevojat. Dhe arsyeja që po dështon Ukraina është vetëm një, jo se ushtria ukrainase është më pak profesionale apo më pak e aftë se ushtria e Putinit. Është mundësia për ta furnizuar armën ushtrinë, forcat armatosura të Ukrainës, nga një anë me sasinë e nevojshme të mjeteve të sistemeve kundërore, dhe nga ana tjetër me armët, sistemet e luftimit të afta për të goditur në thellësi të territorit të Federatës Ruse. Qartë. Në 23 qershor kolonel të 2025-s erdhi një sulm i Iranit, me sa u duk sigurisht i koordinuar në bazën më të madhe amerikane në lindjen e mesme, që është baza El Udeid në Katar, dhe ishte një sulm për të cilin presidenti Donald Trump tha me tekst që kemi qenë të marrur vesh me iranianët, kemi qenë të marrur vesh për ata, dhe nëpërmjet koordinimit që patëm përpara goditjes evituam, si të themi, një lloj humbje më të madhe. Më saktësisht, Donald Trump thot, sulmi iranian ishte një përgjigje shumë e dobët, pavarësisht faktit se Teherani qelloi 14 raketa balistike, 13 prej të cilave u shkatruan, dhe vetëm njëra u la, thot Donald Trump, të shkonte në drejtim jo kërcënues. Dua të falenderoj, vijon Trump, Iranin që na dha njoftimin përpara se të realizonte sulmin, duke bërë kështu të mundur që të mos humbasim asnjë ushtar. Pas sulmit deklaroi IRGC-ja, deklaroi se baza ajrore amerikane kishte qenë objektiv i një sulmi shkatrues dhe të fuqishëm me raketa balistike. Kolonel, mos ndoshta këto lufrat janë pothuajse të parapërcaktuara, ka regjizor, mos merren vesh këta për të gjitha, apo rrezikon shpesh herë që të dalin nga kontrolli dhe të shkojmë në shkaktim të humbjeve tek palët të tjera të pa imagjinueshme, të pa bërë llogari nga secila palë, dhe më pas konflikti të dalë komplet nga kontrolli dhe të fusë lojtarë të dytë dhe tretë si Kina dhe Rusia në lojën e madhe. Ekziston shkojmë ke ky skenar, apo me sa duket pjesa më e madhe e konflikteve hynë këto qelizat stabilizuese, hynë Trump me njëherë në lojë, fillojnë telefonatat, unë do të godas tutim, godit aty, kujdes mos e shpërshkallëzoni. Cila është e vërteta që duhet ta dinë njerëzit lidhur me këtë pjesë? Sepse ka fantazi shumë, ka dhe njerëz që nuk janë ekspert, por ka dhe, ju e dini shumë mirë, ka dhe spekulant që luajnë me ndjenjat e njerëzve, njerëz që si përkasin fushës, edhe merren për shembull me analiza ushtarake, gjë që s'do të guxoja ta bëja kurrë. Unë në çdo intervistë kam gjetë që për sa kohë që kam dalë media, kam zgjedhur që të paktën sipas analizës time të them atë që unë mendoj që është e vërtetë. Në mënyrë absolute, duke i shmang patronazhistët që janë gjitha prime time-in e Shqipërisë, të cilët nga një anë janë jo profesional, dhe nga ana tjetër janë atje për të deklaruar sipas pagesave që marrin të gjithë analizat, qofshin këto politike, gjeopolitike apo gjeoekonomike. Pa diskutim që kam thënë edhe herë tjera së bashku, por edhe në intervistat e tjera, Irani në të gjitha rastet është përpjekur dhe vazhdon të përpiqet, dhe në gjykimin tim edhe në të ardhmen do të përpiqet që të mos zgjoj nga gjumi gigantin amerikan. Pasi edhe një herë që e ka provuar në 1987 në Gjirin Persik, brenda 24 orëve e gjithë flota ushtarake detare e Iranit u shkatërua nga aviacioni dhe forcat detare amerikane. Është e qartë, nuk e duan përballen me Amerikën. Pikërisht për këtë qëllim.
Të gjitha deklaratat që deklaron Netanyahu janë gënjeshtra. Jo për sulmet, jo për terrorizmi, asnjëherë asnjë iranian nuk ka godit, nuk ka sulmu në territorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ama është e vërtet që garda revolucionare gjatë konfliktit 2003-2009 në Irak është përgjegjëse për vdekjen e 603 ushtarëve amerikan për shkak të dërgimit në Irak të atyre që njihen si mjetet të avancuara ID për shkatrimin e tankeve, të cilat në bashkëpunim me grupet militante Shia edhe me njësitë speciale të Abu Mahdi al-Muhandis edhe njësitë të tjera pastaj janë përgjithëse, por në territorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në asnjë mënyrë. Kolonel, Së dyti, sulmi i datës që i referoheni ju. Në bazën e Katarit ka qenë një sulm i suksesshëm sepse një nga raketat ka godit me precizion 100% kupolën e inteligjencës disa milion dollarë, që është themra e akilit për grumbullimin e informacionit të inteligjencës dhe për komandim, kontrollin, komunikimin dhe pajisjet kompjuterike të gjithë bazës amerikane. Kjo nuk qëndron dhe pikërisht për këtë arsye për të analizuar në detaje rreziqet dhe kërcënimet e Iranit, unë kam punuar për 11 vite dhe kam bërë një libër 805 faqe ku analizoj të gjitha komandat dhe sistemet e armatimit të Iranit, një libër i cili është unik sot në Europë. Është brillant. Të cilët kanë, unë dëshmoj se e kam lexuar, jam nga të dhe të gjithë ata që kanë interes realisht për të mësuar se e rrezikshëm është Irani, dhe në këtë rast ne shkruajmë si kundërshtar, e konsiderojmë kundërshtar kryesor Iranin dhe aftësitë dhe kapacitetet e tij, ju sugjeroj ta shikoni atë libër, të cilin nuk mund ta gjeni askund sot. Dhe besoj, pra për të vazhduar, që në asnjë rast Irani, arsyeja që Irani goditi me paralajmërim ishte për të treguar nga një anë që unë nuk dua të futem në luftë me ju, dhe nga ana tjetër ishte që për t'i treguar që pavarësisht gjithë sistemet të mbrojtjes kundërore që ke, unë kur dua të godas, të godas. Dhe goditja u realizu në kupolën në cilën nuk kishte personel. Por fatmirësisht Shtetet Bashkuara të Amerikës drejtohen nga një president i përgjithshëm, i cili ka marrë një mbështetje gjerë popullore, pra Donald J. Trump, i cili me shumë zgjuarsi, duke kuptuar edhe fuqinë dhe aftësitë dhe kapacitetet e Iranit për luftë asimetrike, po i shmanget kësaj përplasje, sigurisht në pozitat e forta, jo në pozitat dopta, dhe nuk po bien deri më sot paktën në grackën e Benjamin Netanyahu, i cili e ka objektiv për ta kthyer Iranin në një vend si Siria, ku mund të fluturohet lirshëm i territorin e saj, pa ushtri, pa mjete kundërore, pa aviacion, dhe si Iraku, i cili është në fazën e forcimit të strukturave ushtarake. Kolonel, biseda me ju nuk të ngop kurrë. Ju jeni si uji i kripur, sa më shumë ta pish, aq më shumë të shtohet etja. Të falenderoj për këtë sasi të frikshme informacionesh që nuk gjenden gjëkundi. Kam një merak përpara se ta mbyllim sonte. Përveç një përgjigje telegrafike shkurt, a do ta marr Trump çmimin Nobel apo dështoj së marrë atë e para? E dyta, sa do të ndikoj kjo ke afati i ndezës së luftës me Iranin nëse ndodh? Dhe e dyta, Trump ka bërë një deklaratë shumë interesante, jo më shumë se 48 orë më parë. Sigurisht shtypi përpiqet ta sulmojnë, apo edhe e tallin, apo dhe kështu, nuk ka një problem të madh, se në Amerikë kjo është historia që ke drejt të thuash mendimin. Nuk po merrem me këtë pjesë, çdo kush ka gabimet e veta në pjesën e tij politike dhe ka të mirat e veta. Nuk hynizojmë askënd. Trump duket sikur e shpalli me gojën e tij dështimin në Ukrainë dhe tha, unë nuk munda ta mbyll Ukrainën shpejt, sepse nuk e kisha imagjinuar që do të ishte kaq e vështirë. Unë tha besoja se është edhe më e lehtë se Gaza, por doli më e tmerrshme se Gaza. A do të thotë kjo, kolonel, që Donald Trump dhe Amerika do të shkojnë në një kurs për ballje të hapur që nuk dihet sa do të zgjas në Ukrainë, e para, dhe në kushtin tjetër, çfarë do të bëj Trump kur nuk ka çfarë të bëj? Thot, nuk e mbylla dot, nuk më dolën llogarit gabimi, thot njerëzimit,
ju thash do vendos paqe, por nuk mundem ta vendos më. Çfarë do të bëj? Asnjë president tjetër nuk e meriton çmimin e paqes, çmimin Nobel të paqes, më shumë se sa presidenti Trump, për shumë arsye. Jo vetëm për këto konflikte Pse duhet të cilat, ja ta them tani. Për arsye jo vetëm për këto konflikte, të cilat kanë qenë siç quhet në anglisht pending, duke i ftuar, duke pas leadershipin, karizmën e dur për t'i thirrë presidentët, për të diskutuar, për t'i marrë direkt në telefon, për të biseduar, qoftë me rastin e Pakistanit, me rastin e Narendra Modit, me kryeministin Sharif, me Azerbajxhanin, me Armenin, me vendet e tjera. Por ajo që vlen më shumë se gjitha është qasja e presidentit Trump për të ndaluar konfliktin në Ukrainë. Dhe në qoftë se ka një njeri që meriton çmimin e paqes, është Trumpi, presidenti Trump, për arsye se ajo që po humbet sot, më shumë se askush tjetër, është Ukraina, nuk është Federata Ruse. Federata Ruse është vend kundërshtar joni. Sa më shumë që të goditet, e sa më shumë që të dëmtohet, aq më shumë na bëhet qefi ne. Problemi është që ajo që po kërkon presidenti Trump dhe që e thot me shumë sinqeritet, është e pamundur, thot, vrasja 7-8.000 ushtarëve në javë. Vetëm dje janë vrarë 1.450 ushtarë. Në të gjitha intervistat unë kam zgjedhur ju them të vërtetën. Po ta din njerëzit sasinë e ushtarëve që janë vrarë në forcat armatosura të Ukrainës, të cilën unë e di 99%, nuk po them se 100% është e pamundur, është domethënë një sasi jashtëzakonisht e madhe dhe njerëzit gënjejnë nga mëngjesi në darkë. Kjo thon të kundërtat e shifrave. Pra e meriton plotësisht. Jo, madje thonë që mori fund, s'ka më bukë në Rusi. Dhe arsyeja që Trumpi s'po ndalon këtë është sepse në Bashkimin Evropian drejtohet nga warmongers, të cilët duan me çdo qëllim, Ursula von der Leyen, Macroni, kryeministri britanik, kancelari gjerman, duan kryeministri polak, të gjithë po përpiqen me të gjitha format për ta provokuar, për të krijuar kushtet, për ta detyruar presidentin Trump që të futet. Ndërkohë që ne kemi parë që presidenti, administrata Biden u investua me të gjitha mundësitë dhe kapacitetet, edhe të inteligjencës, edhe ushtarake, edhe diplomatike, edhe ekonomike, edhe me sanksione, dhe përsëri nuk arritën të ndalojnë avancimin e Federatës Ruse. Pra, Trumpi e meriton këtë sepse ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme. Është Bashkimi Evropian edhe presidenti Putin, të cilët nuk po pranojnë. Dhe unë besoj që ky konflikt do zgjidhet në fushën e betejës. Nuk ky do ketë zgjidhje në fushë betejë. Jo si gjithë konfliktet e tjera, të cilat janë zgjidhur me negociata në tryezë. Qartë. Kjo prognoze juaja i vë vull dhe jep pamjen më të qartë, panoramën më të qartë edhe për mënyrën si do të lëviz tashmë Amerika në një konflikt të mundshëm ndërmjet Izraelit dhe Iranit në lindjen e mesme, si do të lëviz në Ukrainë, si do të lëviz në detin e Kinës Jugut, apo në paqësor me Kinën, dhe hipotetikisht si do të shkojnë situatat këtu nesër në Ballkanin ton, që do ta analizojmë bashkarisht dash të Zotin, qofse jemi me shëndet dhe në jetë në javën tjetër. Do të merremi me skenarët e një përballje të mundshme mes shqiptarëve dhe serbëve në rrafshin ushtarak. Kolonel, mbështjell buqetën më të bukur të falënderimeve dhe ju përcjell nga larg, nga Tirana për ju në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë qasje të jashtëzakonshme, të detajuar, të imët, ushtarake, profesioniste, që sjell për publikun shqiptar, që është i shpartalluar në rrena, në propagandë nga njerëz që kanë agjenda, nuk do të merremi me ta. Këtë gjithë mirënjohjen time dhe të gjithë publikut nderuar kolonel, faleminderit për këngën, për kohën tuaj të çmuar, për informacionet e jashtëzakonshme dhe për kontribut që po përpiqemi bashkarisht t'ia ofrojmë popullit ton në këto ditë kaq të mjegullta dhe të rrezikshme që po kalon bota. Një mirënjohje kolonel. Gjithë mirat, kënaqësi. Faleminderit. Kaq kishim për sonte, dashur miq, shpejt do të ketë zhvillime të mëdha.
bëni kujdes, ne do t'ju shpjegojmë të gjitha. Ne nuk përhapim panik, ne thjesht do ju tregojmë ju çfarë po ndodh, sepse dituria është forcë, dituria është qetësi, dituria dhe informacioni është pushtet, dhe ne duam që ky pushtet vi tek ju shqiptarët. Dhe një sqarim për miqt e shumë që na ndjekin. Ka shumë njerëz që nuk e pëlqejnë këtë që ne po bëjmë. Kreshniku nuk fshi komentet e kërkujt. Poshtrimi i të ftuarve të mi, apo imi, apo dizinformacioni nga një ushtri e madhe patronazhistës nuk do të lejohet të ekzistojë në kanal. Kreshniku i ka lënë të gjitha sharjet për Kreshnikun, mund të më shani sa të doni, nuk ka asnjë problem, por makineria e patronazhistëve me adresa falso që denigrojnë Kreshnikun, apo të ftuarin e Kreshnikut, apo dezinformojnë, apo sajojnë informacione i vënë në gojën time dhe të kolonelit diçka që ne nuk e kemi thënë ligësisht për qëllime të tjera, ju kërkojnë ndjes këto parazit, këto zhurmues nuk do të lejojnë të ekzistojnë në faqen time, dhe kjo për arsyen e thjesht se ne nuk kemi mundësi të përballemi me mega ushtrinë e patronazhistëve që paguhet për të prishur dhe për të shkatruar gjithçka të bukur që e mundim. Me shumë mund dhe djerës përpiqemi të ofrojmë shqiptarën. Ju faleminderit nga zemra, zhvillimet do të jenë të mëdha, por ju e dini, pjesa tjetër e tyre do t'i ndjekim në numrin e ardhshëm. Natë e mirë për sot.